aftësinë e mjedisit për të mbajtur ujë, për të mbajtur shiun. Dhe këtu vim tek një nga problemet që është thënë shpesh, por pak kuptohet me sa duket nga njerëzit, që është mbulesa pyjore. Pyjet në Shqipëri janë degraduar për një periudhë shumë të gjatë edhe nga historia, edhe nga shkuara, por në veçantë në 60-70 vitet e fundit, pyjet kanë qenë, të themi, objekt i dëmtimeve masive. Ne kemi hapur dhe taracuar një pjesë të madhe të maleve dhe kodrave dhe i kemi kthyer me aksione në toka pjellore, si dhe fusha, duke zbuluar në këtë mënyrë malet dhe duke i bërë ato të pamundur për të mbajtur gjithë të sasit madhe reshje që bien në njësi të kohës. Dhe nga ana tjetër, vertikaliteti i madh, thyrja e relievit, mungesë të pyllit, bën që brenda disa orësh i gjithë të themi shtetet e lumenjve tanë të dalin pothuajse jashtë të mbulohen nga uji dhe në këtë mënyrë ujërat pasaj dalin dhe bëjnë ato që kanë bërë edhe në këto ditë. Pra, ideja është që Shqipëria është jashtëzakonisht e rrezikuar edhe për faktin tjetër që dimrat nuk po bëjnë më si më parë, që do të thotë ne kemi dimra gjithnjë më të butë dhe për pasojë një sasi e madhe e rreshjeve nuk bien në trajtën e dorës, por bien në trajtën e shirave. Pra ne nuk prisnim kalavjen që në periudhën e janarit të kishim rreshje kryesisht në formën e shiut në ditët e para të janarit, gjë që shkaktuan atë përmbytje. Më mbas, sikurse e keni vënë re, me kthimin e një pjese të rreshjeve në trajtën e borës, situata është përmirësuar. Por ama, situata është ajo që është ajo që dihet tashmë në Shqipëri. Shqipëria mbetet nga vendet më të rrezikuar në Ballkanin Perëndimor ndaj ndryshimeve klimatike. Këtë nuk e themi vetëm ne, e thonë të gjithë studimet, të gjitha prognozat dhe skenaret e mundshëm që tregojnë që Shqipëria duhet përgatitet në kohë të mirë për kohë të vështira. Pra, që do të thotë në verë ne duhet marrim masa të forta për përmbytjet e ardhshme që mund të vinë në pjesë dhe në dimër, dhe njëkohësisht duhet që të bëjmë përgatitjet tona për zjarret që na bien gjatë verës. Cilat janë këto masa, zoti Bego, ndër më kryesore që duhet të bëjmë në verë? Ajo që duhet bërë në verë është mirëmbajtja në mënyrë kapilare e sistemit të kullimit dhe gatishmëria hidrovorë. Hapja të gjitha kanaleve, jo vetëm kanaleve kryesorëse të larta, por ato që çon ujë drejt për drejt në hidrovor, por gjithë sistemi i drenimit që fillon në afërsitë të shtëpive dhe përfundon në hidrovor. Që do të thotë kanalet që janë pothuajse të mbyllura, të bllokuara, të pamirëmbajtura, të papastruara etj. Bën një problem shumë i madh në kohën e përmbytjeve, sepse ato bëhen shkak për të bllokuar ujërat, krijohen xhepa rrugës dhe përpasoj ujërat nuk shkojnë në hidrovor dhe s'ku hidrovorët punojnë. Fakti i ditëve të fundit pikërisht tregoi një gjë të tillë. Mos mirëmbajtja si duhet e kanaleve, bllokimi i kanaleve me çdo lloj mbeturine, përfshirë dhe plastika, përfshirë edhe mbetje të tjera që njerëzit nuk i duan më dhe i hedhin pasaj në prua, përfshirë dhe inertet që firmat e ndërtimit i hedhin buz lumit, duke menduar që i merr lumi të gjitha dhe në fund fare lumi merr edhe ato, po lumi del edhe nga shtrati edhe në fund fare edhe përmbytet.